Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 33 vjeçe dhe prej vitesh jetoj me një ndjenjë që nuk e kam pasur kur guximin ta them me zë të lartë. Çdo herë që afrohem me bashkëshortin tim, mendja ime nuk është aty ku duhet. Nuk jam e lirë, nuk jam e qetë dhe nuk jam e pranishme. Jam e pushtuar nga frika. Nga jashtë jeta ime duket e rregullt. Jam e martuar, kam një marrëdhënie të qëndrueshme, punoj, jam e pavarur, por brenda meje ka një tension të vazhdueshëm që filloi vite më parë, që nga momenti kur kuptova se trupi im reagonte ndryshe nga sa e prisja. Shtatzanit e papritura më lanë shenjë, jo sepse nuk I doja fëmijët, por sepse nuk isha gati. Çdo herë ndodhte pa paralajmërim, pa kohë për t'u përgatitur mëndërisht. Me kalimin e kohës, ajo që duhej të ishte afërsi dhe lidhje u shndërrua në ankth. Fillova ta shoh çdo momentin tim si rrezik, jo si afrim, por si mundësi që jeta ime të ndryshonte sërish pa më pyetur. Trupi im ngurtësoi, mendja më ikte diku tjetër. Edhe kur përpiqesha të qetësohesha, frika ishte gjithmonë aty në sfond. Bashkëshorti im e ndjente ndryshimin. Më pyeste pse isha e shpërqendruar, pse dukesha e largët. Nuk dija çfarë t'i thosha. Si t'i shpjegoja se problemi nuk ishte ai, por ndjesia se nuk kisha kontroll mbi trupin tim? Më është dashur shumë kohë ta pranoj se kjo situatë më kishte hequr kënaqësinë, jo sepse nuk isha e aftë të ndjeja, por sepse isha e mbushur me shumë frikë. Një frikë që nuk më linte të çlirohesha, të besoja dhe të relaksohesha. Vetëm kur fola me një mjeke dhe më pas me një psikologe, fillova të kuptoj se sa shumë e kisha shtypur veten. Mësova se trupi nuk është armik, por mendja mund të bëhet e tillë kur jeton për një kohë të gjatë në alarm. Mësova gjithashtu se komunikimi nuk është dobësi, por nevojë. Sot ende po punoj me veten, ende kam frikë, por nuk jam më vetëm. Kam filluar të flas, të kërkoj zgjidhje, të mos e lidh më afërsinë me panikun. Nuk është një proces I shpejt, por është I sinqert. E kuptova se kënaqësia nuk vjen vetëm nga trupi, por nga ndjenja e sigurisë. Dhe derisa të ndihesh e sigurt, asgjë tjetër nuk mund të jetë më e vërtetë.